Në Shqipëri u shënua një tragjedi e rëndë dhe sigurisht e mbani mend besoj, tragjedia e Otrantos, ku humbën jetën 115 persona të cilët po udhëtonin së bashku familjarisht me anije nga brigjet e Vlorës drejt Italisë për një jetë më të mirë. Të joshur prej trafikantëve që kishin rrëmbyer një anije 4 radhës, siç quhej, shqiptarët nisën udhëtimin drejt Italisë, vendi ku shqiptarët kanë pasur stacionin më të afërt e të dëshiruar të emigrimit, pa e ditur se ai udhëtim, ajo shpresë do të ishin të fundit të jetës së tyre. Anija me të cilën udhëtonin 115 kërkues të jetës së qetë, u fundos pas një goditjeje katastrofike prej një anijeje italiane në ujrat e Otrantos. Kjo tragjedi e rëndë me 81 viktima të gjetura dhe 24 të zhdukur ka ndodhur në vitin 1997, si sot 20 vite më parë. Ajo që ka mbetur nga tragjedia është anija shqiptare 4 radhës, i kthyer si relikë në bregun e Vlorës, pllaka përkujtimore me emrat e atyre që humbën jetën, kujtesa dhe lotët e familjarëve që bëjnë homazhe çdo 28 mars duke hedhur lule në det në kujtimin e tyre. Prej 20 vitesh familjarët e viktimave akoma nuk kanë gjetur drejtësi se përse u godit anija shqiptare. Me 28 mars të vitit 1999, pra 18 vite më parë, ka ndodhur në Kosovë masakra e Izbicës në Skenderaj të Kosovës. Muaji mars tashmë për qytetarët e Kosovës është muaji i vrasjeve dhe masakrave nga paramilitarët serb të cilët bënin në Kosovë. Në masakrën e Izbicës u vran 147 shqiptar të pafajshëm, ku forcat serbe nuk kursyen, masakruan mizorisht fëmijë, gra e burra. Në këtë datë, ushtria çlirimtare e Kosovës bëri rezistencë heroike. Çdo 28 mars në Kosovë organizohen manifestime përkujtimore në nder të atyre të cilët derdhën gjakun për lirinë e Kosovës, që Kosova të jetë një shtet i pavarur. Me 28 mars të vitit 1936, miq të dashur, ka lindur Mario Vargas Llosa, shkrimtar peruan, laureat i çmimit Nobel për letërsi. Llosa është shkrimtar, siç e thash, peruan dhe njëri ndër romancierët kryesor në Amerikën Latine. I lindur në një familje të klasës së mesme me prejardhje spanjolle, Llosa ka mbaruar shkollimin e mesëm në vendlindje. Më pas vazhdoi shkollimin në Bolivi, por u kthye në shtëpi kur gjyshi i tij u emërua në një funksion të lartë politik. Prindrit e tij u ndan vetëm 5 muaj pas kurorëzimit. Babain Llosa e njohu në moshën 10 vjeçare dhe në moshën 14 vjeçare shkon në Akademi Ushtarake, por nuk e mbaron atë. Më pas, punoi si gazetar amator, ka bërë shkrime të ndryshme, studioi dhe në vitin 1971 mori titullin doktor. –28 marsi është dita e lindjes së Gagës, e cila sot mbush 31 vjeç. Lady Gaga e filloi të performonte në skenën e muzikës rock në pjesën perëndimore të qytetit të New Yorkut në vitin 2003 dhe u regjistrua në Universitetin e Arteve, po në New York. Lady Gaga erdhi në ngritje pas publikimit të albumit të saj të parë, The Fame, në vitin 2008, që ishte një sukses jashtëzakonshëm dhe fitoi popularitet botror me këngët e saj Just Dance dhe Poker Face. Albumi doli në vendin e parë të klasifikimeve në 6 vende
doli në 10-shën më të mirë në botë edhe në krye të klasifikimit Dance Electro për albumin, si dhe në vendin e dytë në klasifikim amerikan të 200 këngëve më të mira. Ndërsa albumi Lady Gagës i treti, Born This Way, u publikua në 23 maj të vitit 2011, ndërsa kënga shoqëruese e këtij albumi, po me të njëjtin emër, u publikua në vitin 2011. Lady Gaga ka qenë e përfshirë në listën vjetore të revistës The Time dhe e ka renditur atë si një nga 100 njerëzit më të fuqishëm në botë. Gjithashtu revista Forbes e ka renditur Lady Gagën si personin e 4 më të fuqishëm në botën muzikore. Gaga tashmë konsiderohet si një yll i fuqishëm botëror.